Sprova më e madhe është humbja e prindve, ose iftari i parë kur gjen Ramazan e një mungesën shumë, ose kur gjen Bajrami e një mungesën maksimale të prindit. Nona është ombrella e shtëpisë, është mbretëresha e shtëpisë. Se unë Kur'an nuk përmend 3 herë nona, 1 herë baba. E ke pa kur të vrosh ose kur e ki një sprov, o non. A kupton, është fjalë shumë e madhe. Koha nuk ka ndryshuar, po njerëz kanë ndryshuar. Nuk po ja dina vlerën prindit. Vetëm kur po shkon në botën tjetër, atëherë pe kuptojna çfarë vlere ka pas prindi. Cilët janë 3 njerëz me inteligjencë më të madhe në Kosovë? Tre njerëz, tre sektorat janë për politika është Albini, e ka inteligjencë shumë të madhe, por analist ose por komunikator shumë i mirë është Besim Dina, edhe por aspektin fetar është Shefqet Krasniqi. E kanë inteligjencë shumë të madhe, edhe famë që ata njerëz do të mishuhe mi këqyrë çfarë të lundi kanë se e kanë mendjen e prejtë, shumë shpejt. I kuptojnë senet. Të treve, cili ka inteligjencën më të fortë? I treti. Cili i treti? Doktori, Shefqeti. Po. Çka pëlqen ti doktor Shefqeti? Po, një njeri i dijes, është një luftëtar që ka kontribu për këtë vend, është advetar edhe fetar. Jemi në prag të muajit Ramazanit, apo agjeron? Po, falëndrimit e kanë Zotit, po, i përkes fejës islame. Feja islame është për 5 shtylla, ndër ta është shtylla 4 është agjerimi. Edhe kena obligim për agjeru. Një rast makabër dje ka ndodhur në qytetin e Prizrenit, u zhdjeg Kurani. Çfarë mendimi ke për ta? Nuk du me komentu atë punë, janë në sesionet, është inteligjenca Kosovës, është policia Kosovës, edhe është prokuria, ata të mirën me atë punë. Se na qytetarët nuk mujna me marë për sipër atë punë. Është i sesioni, ata do të me marë këtë punë. A mendoj që është ka stile ky? Nuk uzej më të thonë diçka se nuk na përket njëve popullit. Nuk mund me ja përgjigje diçka kur nuk e njohëm atë person kur është ai person. A dërgon sa vite agjeron? Pe moshës 11 vjeçare. A këto Ramazani i parë? Vallai, jo, nuk e di. Po janë konda e dini se fëmia, kupton që kur agjeron njëri, agjeron 30, kena agjeru tani, kena fillu edhe tani mo e kena bo që mundu 30 ditë, ose 29 ditë, varet sa i bjen koha. Gjatë saj kohë, sa ti je, domethënë, a ke pas ndonjë sprovë një? Cilin njeri kemi për sprova? Sprova? Po më ka lele sprova ka ky dynja. Ma e rëndë që i ki paritu një të? Po sprova me madhe është humbja e prindve. Aja është nona baba. Aja sprova. Bile niftar, kur gjen niftari, ose iftari i parë, kur gjen Ramazan, e një mungesën shumë, ose kur gjen Bajrami, e një mungesën maksimale të prindit, nonës ose babës. Zoti ka shpërbly ata prindë e mi, edhe të gjithë prindve, kudo që janë, inshallah Zoti ka shpërbly me atë mund, se prindet tonë janë rritë në skamje. Përgjithësi, fuj se 90% janë rritë në skamje. Edhe Zoti shpërblen me të mira. Sa i ki humbur prind falë? Baba i ka 2 vite, nana i ka 5 vite. Një jetë këtë ndryshëm pas? Po, e një mungesën, bile në fejës ta një shumë mungesën e prindve. Shumë, bile si nana, është ombrella e shtëpisë, është mbretëresha e shtëpisë. Nona nuk po di sa me përshkuash, se unë Kur'an nuk përmend 3 herë nona, 1 herë baba. A kupton, është fjalë shumë e madhe nona. E ke pa kur të vrosh, ose kur të lëndosh, ose kur e ki një sprov, o non. A kupton, është fjalë shumë e madhe. Sa i pjadim hakun nonave përgjithësi? Vallahi, më të kazu drejten, për fat keq, koha nuk ka ndryshu. Koha nuk ka ndryshu, po njerëz ka ndryshuar tash. Për fat keq, nuk po ja dina vlerën prindit, ose vllavit, ose nonës, ose babës, ose motës, nuk po ja dina. Vetëm kur po shkon në botën tjetër, atëherë pe kuptojna çfarë vlere ka pas prindi, ose antari i familjes. Se në shumicën e rasteve kur si kem afër persona që na mungojnë, ma shumë ja dim vlerën. Ashtir. Rinia që tashi ka devijue. Edhe një këshill e kam për të gjithë
njerëzimin që mund po foli për në Kosovë, e pe bojnë një gabim, ju lutëm mos të ekspozojnë iftarin në rrjetet sociale se ka mundësi kojshia ose familjari ytë nuk ka çka me hangër. E ai mërzitet fëmija tina për atë varat që ja ke ble e që e poston, ose për atë ushqim që jetë e hangër në familje ose në restorant, mos ta postojnë se është një sen që e lëndon atë tjetërin. Aja neven, ky popull ka shumë të mira, Zoti shpërbleft, a shumë një sen i shëmtum ai që pe bojnë, Zoti i falta për në fund. Se ky trend shumë në rritje që ekspozohen në iftare, domethënë në restorante, në vende të tjera. Po për fat keq shumica nuk e bojnë asha me qëllim të keq. Nuk e bojnë me qëllim të keq, po une ndoshta një këshill e vogël, një këshill e ëmbël që mos më shku te ekspozita e iftarit. Se vallahi sinqerisht e lëndon dikant. Cilat janë ato shtylla kryesore të agjerimit të një muslimani? Agjerimi është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që agjerimi është pa brisk, afërasem pa brisk. Agjerimi agjerohet me fjalë, me sy, me gu, me vesh, po agjerimi na mundna me bë edhe jashtë Ramazanit, se na nuk jena musliman vetëm Ramazan. Na jena të jetën do të më kon besimtar musliman. Ti tha që prind nuk i ke, inshallah i ka mëshiru Zoti, apo në lutje, cilat janë ato lutje më të shpeshta që i praktikon për prindit tu? Që se ki? E kena një dua shumë të mirë që fujna, o Zoti jon, fali dy prindet tonë, prive tonë, e të gjithë musliman kudo që janë rruzën toksor. Zoti na jep të mira, Zoti na jep shëndet, Zoti na jep mendje shëndosh, Zoti na jep pasuni halal. E çto janë. Kjo është lutja që e praktikoni për prind. Po. Në muajt të Ramazanit, shumica praktikojnë të lexojnë Kuranin. A ke lexuar Kuranin deri tash? Kuranin, po, e lexoj shqip. Arabisht nuk e di, se nuk uzojna më rrejt. Vetëm shqip. A është vërtet që Kurani se lexon në gjuhën arabe është më sevap se këtë gjuhë shqipe? Normal, është një me vajt. Një shku në Kuranit është një me vajt. Mona është problemi. Shumica kush e ka lexuar Kuranin kanë qajt. Janë një kret ndryshe. Qysh për të parë kur ke kap Kuranin, çfarë të ndjesie ke pas? Kurani është një fjalë e Allahut xhaleshanu, që Allahu xhaleshanu e mbron, është Kuran që ka zbritur që 1400 vite, edhe ka më qenë mbrojtur deri në ditën e gjykimit, ka më qenë mbrojtur pe Allahu xhaleshanu. Sa do të mund me çky, sa do mund me motall me ta, po është fjalë e Zotit që Zoti e ka garantuar Kuranin. Kurani është fjalë shumë e madhe. Çdo njeri në Kur'an mundet me gjetë veten ato. Mundet çdo ajet kuranor mund me gjetë veten ato. Ti personalisht, si e ndjeve kur e ke lexuar Kur'anin për të parë? Shumë mirë, është fjalë e Zotit, nuk ka fjalë e njerit, a fjalë e Zotit. Allahu xhaleshanu ka zbritur këtë ajetet, janë 114 sure që Allahu xhaleshanu i ka zbritur për njerëzimin, për mi lexu. Ikra lezo, ç'kja është? Më thonë një mesazh gjithë të rive, se të mos atyre që nuk janë të udhëzuar që agjerimin ndoshta thonë me pas zemër të mirë ose me bë vepra, mirë po me agjeru nuk praktikojnë. Çka i kishte thënë mesazh? Zoti i shpërblef këtë popull, se popull shqiptar është shumë populli më i mirë në botë, është popull më ba mirë se populli shqiptar rruzën toksor nuk ka. Një mesazh kam për të gjithë ata që nuk kanë fillu hale me namaz, me agjerim. Inshallah Zoti i shpërblen, inshallah Zoti i kthen në rrugë drejt, inshallah Zoti ja mëson për më kthy ka e mora, se do të më konë edhe advetar edhe fetar. Dyja do të më konë, se pa njënën nuk shkon. Pas pari advetar apo fetar? Po, unë e shëqërë, kumbin e zgej vetë, a fejn do të më konë një pashtë. Se me feja është që të këshillon për mirë. A të vejën do të me mbrojt me pushk, edhe me laps. Zoti, na e kënaqsh me intervistë. Turoj më të mirat, agjerim të lehtë. Faleminderit shumë, Zoti ju rujt, faleminderit shumë për juve.